Pastrojmë katin poshtë të shtëpisë, siç e patë unë e fillova pastrimin nga dhomat lartë, nga dhomat e gjumit domethënë, edhe nga tualeti, dhe pasi mbarova katin lartë, zbrita poshtë. Mos mendoni se të gjitha këto punë i bëra brenda ditës, nuk i bëra brenda ditës, i bëra brenda javës. Po ditën e parë bëra të shumta dhe pastaj ditët e tjera avash se na kishte filluar edhe mua puna, djalit shkolla, që kështu kur kthehesha nga puna, përpiqesha që ti mbaroja punët që kisha në shtëpi. Tani aty po pastroj dhomën e pritjes, nuk ishte shumë keq gjendja, dua të them, pasi u ktheva nga pushimet, se burri me që punon me orë të gjata edhe nuk është shumë orë në shtëpi, s'ka që ta bëj pisë. Këtu isha të gjitha bluzat e burrit, se kuptohet që vura një 10 lavatriçe ditën, por edhe burri kishte vënë lavatriçe edhe tharse rrobash, vetëm që ai nuk i palos rrobat, po. I kishte lënë kështu të hapura të gjitha bluzat e tij, të paktën nuk i kishte bërë kutullaç që të zhuburoseshin edhe mos e pyesni, po kutullaç është fjalë që themi neve nga zona tonë. Dhe pastaj ai palosa, disa nga këto i lash me njanë të cilat ishin për të hekurosur, disa i vendosa drejte në dollap, se kur dalin nga tharse e rrobave, dalin ashtu të nxehta, edhe janë djegur të gjitha mikrobe, nuk duhet të rrimë edhe t'i hekurosim, që kështu ato që nuk janë për hekur, nuk i hekurosa. Vazhdojmë te pjesa tjetër me pastrimin e dhomës.